Sfaqja pikante, Sandër Ruçit ndes skenën e teatrit Migjeni. Teatri Migjeni në Shkodër u mbush plot në premierën e re të mjeshtrit të humorit Sandër Ruçi. Sfaqja pikante solli qeshura, emocione dhe mesazhe, duke dëshmuar se humori shkodran mbetet gjallë dhe i dashur për publikun. Ruçi e cilësoi këtë shfaqje si një gur të vogël në mozaikun e varietesë shkodrane, duke theksuar porosisht pasionin dhe detyrën qytetare për të shërbyer artit. Publiku është motivi ynë më i madh, tha ai pas spektaklit, i cili u prit me duartokitje të gjata. Në këtë skenë, përveç Sandrit, performuan talente të reja dhe emra të njohur si Bujar Qamili, Dana Xhaje, Merita Smaja. Një vajzë 15 vjeçare fitoi zemrat e publikut me energjinë e saj, duke treguar se arti bashkon brezat. Të ftuar të veçantë regjizori Zeraudin Tokle dhe moderatorja Uarda Albunesa shtuan emocione të veçanta. Shfaqja u pasurua me këngë humor dhe reflektim mbi jetën e përditshme, ndërsa u regjistrua nga TV1 Channel për të ruajtur në kujtesën e qytetit. Pikante dëshmoi se Shkodra mbetet kryeqyteti shpirtëror i humorit shqiptar dhe tradita e saj skenike vazhdon të mbajë ndezur flakën e artit.